Halo, edhe për kundër faktit që PDK-ja mbrena detonizu PDK, me do, me shkatu. Sepse e shojmë edhe me gjuhën që përdoret, sidomos e që është e dhimbshme kjo që apo ndodh, me ish luftëtarit e UÇK-s, domethënë krejt ai adhurim që ka qenë më herët të shndruan gati, se s'po tham urrejtje, po gati në urrejtje. Bile kundër PDK-s ndash me ditë edhe një pjesë e LDK-s me Albinin jon. Po mirë dhe punë spajtona me këtë. Kur pyetje PDK-ja edhe LDK-ja si parti është diçka tjetër. Jo, okej, ajo më neutrale këtë. Se kjo është lojë e AKS-s. Më përpara me PDK-n me LDK. Jo, me LDK. Asnjëherë me mënyrën e qeverisës PDK-s. Unë mendoj që PDK-ja ka qeverisë keq. PDK-ja i ka, sidomos nivelin e korrupsionit PDK-ja e këgjë shumë e ka rrit. S'po tham se këto parti tjera jenë konë ma mirë, po PDK-ja edhe për shkak faktit që ka pas ma shumë pushtet, ka qenë e korruptume. Apo bën ma mirë VV-ja hiç. As një tru nuk është ka qeverisë ma mirë. Por na ende në memorien e shumicës votuesve, për shkak se nëse janë një punë të mirë Albin Kurti, edhe vetmja punë e mirë që e bën është di me bo fushat. Fushata është i mirë. Jo, që po do më andin me bo propaganda dhe manipulim. Mirë dhe, po me që ato e pivoton votat. Për desa këta tjerë, as po dojnë. Shqipe. Për ndryshe kam në Facebookun, ku e kam afishuar këtë fotografi, ju bëj thirrje për pyetje konkrete në drejtim të emisionit, sepse do t'i adresoj me njerë pas pak. Këto pyetje se halet ne po flasim gjatë kohë, situata nuk është që ka ndryshuar. Shkojmë shikues si mos po mendon që ka diçka ka ndryshuar kur gjë, ma tha. Absolut, bile fjalit e këtyre dyve janë dekurajuese sot. Po s'di ç'është i merrni ju. Jo, po takimet ndoshta janë inkurajuese. Takimet janë koti bre. Takimet koti. Po deriso, shiko, deriso ti tha do në ujë me propozu. Po kush ta ly? Ti mund me propozu në